Po thot, më falë, edhe pak 4 minuta. Mesazhin mos ma komento se ma nuk e përkryer. Jo, mesazhi është i fundit. Mos ma komento, vajza, martohuni Kjo me për të këtë gjuhë, huaj. kjo sosun martohet kur. Jo, martohuni me të huaj. Se kjo ta kollë shpinë. Po kjo te kollë shpinë kështu. Sinqerisht, kjo nuk më mesazh. Po ti martu po. Po ti, a nuk është kjo dhuk psikologjike ndaj burrit tëna? E ço kishte. Me të huaj. Jo, jo më ndaj burrit s'ma se çoj se e kom loçke kom. Ne pak le të dikush. E kom zemër Po mos i ndërhyjnë mesazhin. Ne le të fol dikush. Unë jam jepe mendimin tënd, ama jo mesazhin tënd. Autoritativ. Rini e nderuar, ky është mesazhi. Do të rifem një mesazh Po mos ndërprerni se do të mesazhi është se zonja u duti munduar këtu populizëm e para, me populizëm. Zonja u duti nuk e ka studiu teologjinë islame. Jo, unë s'pejap me islam. Ashtu e prezantohet fillim. Jo, unë pejap si qytetare e Kosovës shqiptare. Jo, unë jam shqiptari i Kosovës, jam teolog jam hoxh. Be hoxha Efendi. Edhe flas gjuhën arabe, ftajtë dhe hadithin. Në rregull, me gjithë respektin. Po ta thon me psikologji se dashnia nuk kjo me psikologji, kemi psikologën, ti nuk je psikolog. Nuk është dashnia, prandaj martohuni me të huaj. Mesazhi më i qartë. Një prind i cili ka vendosur martu, le ta mendon dyre se është emanet kur krijon familje. Një grua e keqe nuk bën fëmijë, po kur krijon fëmijë ajo e lën fëmijën anësh. Shkon dhe në rën martesa. E dyta, dojna me pas martesa të begatshme, duhet që baba, kur t'i lind vajza mjalon hisën paraprakisht, që nëse ka dhunë të burri, e ka djerën qelë të baba. Këto edhe e trombeton. Po duhet me qenë praktik. E treta, një babë që do mi bëhet 2 dhe 3 fëmijë, le t'i kushton në rëndësi orarit, jo mjalon barën vetëm mësues dhe arsimtares. Po le shkon te shkolla, le ta trajton mësuesin si motër, le të punon me fëmijët e tij, se nëse fëmiu i tij bën probleme te shtëpia, thotë e ka babën kavaler, çaj e çikëm i bë problem. Edhe burrit ku shkon atje. Kështu që na nuk kemi edukim të mirëfillt. Pishom në për shkolla, fëmiu shkon me thik, shkon me drog, e bën femën moshën 12 vjeçare. Prandaj, nëse kthehemi te feja rregullon këto sane shumë bukur. Ky është mesazhi. Arjenita, unë për fund kisha thonë që e dim që raca e shqiptarëve është ndër racat më të bukura në botë. Edhe ju bëj apel meshkujve shqiptarë, nëse jeni burra, kapni femra shqiptare, mos ja lani të hujve, se na jena